Për ty i shprehu për mua. Pyet Kesin për të. Ty duket normale? Unë nuk t'ja përgjigj vetëm për ndjesitë e mia, jo për të Kesit. Në raport Ty me të duket normale? Se di njerëzit janë ndryshëm, këto Ti brenda është shumë ti i ndryshëm. beson Kesit? Duke marrë parasysh këtë gjë që sapo të thash. I besoj. Pra Kesi është tallur me mua, thua ti. S'dua ta jap si përgjigje, s'më takon mua ta jap. Ju përket të dyve, unë flas vetëm për ndjesitë e mia. Shumë interesante. Nuk mbitet asnjë nga gjërat që ju të dy thoni. Nuk ka koherencë në gjërat që thoni. Kur e kuptove ti që kishe ndjeja për Kesin? Ditëve të fundit, Po ti ke thënë unë nuk kam besim te Kesi, pastaj the kam besim te Kesi. sepse kam qenë Ditëve të fundit kur? Para 2 ditësh të kam me shok, aty ke bari kemi qenë. Para 2 ditësh të. Ditëve të Ti mendon fundit. se për moshë thjesht e gjitha kjo është po bëj, se njerëzit do më ndërtrokasin aty jashtë sa mirë kjo. Që thoshte e kam shok, tani thot kam ndjenja. Po e bën mbaj për lojë, përgjegjësi po për se bën veprimet e për lojë, tua. po sa të sinqert janë, jo po kanë lënduar atë vajzën tjetër aty. Unë nuk mbaj përgjegjësi për veprimet e tua, këtë e mban ti. Këtë e di veti se si gjykohesh. Nuk është aq e thjeshtë. Këtë me këtë s'merrem fare unë. Siç nuk Edhe unë mund gjykohem gjykoj për këtë nuk bisedën që po presas bëjmë të- bashkë. Edhe unë mund gjykohem për këtë. Gjithsesi cili mban përgjegjësi për veprimet e veta. Eksakt. Kështu që unë kam pasur arsyet e mia përderisa i kam mbajtur të mbyllura dhe shumë të fshehura. Ke pasur të fshehura ndjenjat për Kesin, këtë do thuash. Të fshehura gjatë këtyre ditëve, kur unë jam ndier shumë afërt me të dhe nuk e kam pranuar. Edhe prajmet e para, unë prap kam thënë ne jemi shok. Pavarësisht se veprimet tregonin të kundërtën. Pra ti ishe koshjente që veprimet tregonin të kundërtën. Tregonin një afërsi goxha të madhe. Që po i hidhni të sy gjithë shtëpisë që ju ishit shok. Nëse ti do ta interpretosh kështu pastaj Po është ti po e bisedë thua, tjetër. bra. Nuk jemi këtu për të bërë debat, as me tonë të larta as gjë. Po për ta fare, unë po bëj diskutim, të duket se po flas me tonë të larta? Jo, po kjo është manipulation, kjo gjëja që bën ti. Dhe nuk është fair. Çfarë bëj prap. unë? Po të bëj Është pyetje manipulation. më. Pra ti po thua që ju i keni hedhur sy banorëve të tjerë, sepse ne kemi thënë që ne jemi shok. Pse duhet të të Sepse ne manipuloj kemi unë ty? qenë shok. Pse duhet të të manipuloj unë ty? Është mënyra se si e trajton bisedën. Jo, më po të bëj Qa pyetje, trajte është një je. bisedë shumë normale. Po të them që mua nuk më shëndon Ashtë asgjë. normale nuk është goxha e siklet.